Mirë, bashkohet me mua në program nëpërmjet një komunikimi të drejt për drejt, gazetari Fatos Mahmutaj. Fatos, mirëmbrëma, faleminderit që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit juve. Fatos, besoj se edhe ti e ke ndjekur ditën e sotme i shoqëruar nga dhëndri i tij në foltoren e radhës përballë kryeministrisë, por i braktisur më shumë se kur nga demokratët edhe në rrjetet sociale. Berisha u shfaq në bulevard, ku retorika e tij politike ishte se mbyll këtë vit me fitore. Por çfarë fitore ka arritur Berisha? Sepse as Ramën nuk ka arritur ta rrëzoj dot, por nga ana tjetër nuk ka arritur dot të heqë edhe në ngratën e tij, për të cilën bëri një premtim. Shiko, unë mendoj që Berisha nuk arriti dot as t'ju mbush mendjen atyre militantëve dhe ndjekësve të tij, nuk arriti dot as t'u mbush mendjen atyre që zgjedhjet janë vjedhur. Domethënë, atë e pati si obsesionin e tij, domethënë të vitit 2025, që të vërtetë që të 2025 është katërcifërisht prej tij dhe forca i Manpeng. Atëherë eci me idenë që ishin vjedhur dhe edhe kaq nuk arriti që t'u ambush dot mendjen ndjekësve të tij, sepse siç e thatë dhe juve dhe siç është fakt, nga hera herës kur del në bulevard ka gjithmonë dhe më pak njerëz. Pra, partia e tij apo ndjekësit e tij vinë duke u rrudhur. Në fillim e nisi me disa qindra dhe tani as 20-30 njerëz nuk po i mbledh dot. Ja, pra edhe janë dhe pamjet që ju po i transmetoni, domethënë aty një pjesë e mirë e tyre janë deputetët e forcës së tij, dhe secili deputet i ka apo si ka 2-3 persona që e ndjekin. Realisht, domethënë ato që i nisi foltore dhe ose më saktë le të themi që më shumë njerëz ai mblidhte në balkonin e shtëpisë sesa përpara kryeministrisë, ku e ka vendosur domethënë si obsesionin e tij për të rrëzuar Ramën. Ndërkohë, për të dalë tek pyetja juaj, çfarë arriti Berisha, asgjë nuk arriti dhe asgjë nuk ka për të arritur, vetëm le të themi me atë të kundërtën e arritjeve, ai ka rekordet e tij të humbjeve. Pra, Berisha po ecën nga njëri rekord në tjetrin i humbjeve. Megjithatë, Fatos, edhe pse në foltore Berisha ishte i vetëm me dhëndrin e tij nga familja dhe nga ana tjetër vetëm me Belind Kolliçin nga partia, Krushit duket se nuk i erdhën Berishës kësaj ere dhe nusja gjithashtu nuk duket askund, por megjithatë Berisha tha se rrëzimin e qeverisë do ta shty për vitin tjetër. Mendoni se në vitin 2026 do kemi dasëm sipas konceptit të tij? Shiko, u bë meme dikur një kryeprokuror në Shqipëri që thoshte çdo shtator do kemi arrestime. Ja sa të mbarojnë pushimet e verës, në shtator do ketë arrestime të jashtëzakonshme. Ke fjalën për Adriatik Llallën? Po, u bë meme ai me këtë. Edhe Berisha domethënë kështu e nisi dhe 2025-ën, kështu e nisi dhe 2024-ën, që nga 2013 këtej kështu i ka nisur të gjithë vitet dhe realisht ka humbur vetë thellë e më thellë. Nuk e di domethënë nuk e di çfarë lloj gënjestre është kjo që për 12 vjet të thuash të njëjtën gënjeshtër dhe mos jesh as kreativ në gënjeshtra, nuk e di domethënë, se ai s'ka qenë kreativ as në politik, nuk ka qenë kreativ as në le të themi në qeverisje, nuk ka qenë kreativ asnjëherë, por ideja është tani po del që nuk qenë kreativ as në gënjeshtra. Domethënë nuk e di çalloj specie dhe çalloj grupi mund ta futim të njëri që as dhe në gënjeshtra nuk po evolon. Ka ngelur 12 vjet me të njëjtin gënjeshtër, ka ngelur 12 vjet me të njëjtin mashtrim. Tani ideja është që Ashiqara nuk e beson as vetë këtë gjë. Jo më ta besojnë të tjerët që i shkojnë nga mbrapa. Tani, siç duket, Berisha e ka ndarë mendjen t'ia lërë partinë vajzës ose dhëndrit, sepse u përpoq që në këto 12 vjet nuk gjeti dot një zëvendësues sipas tij që ta bënte lojën e tij, e nisi me zotin Basha, realisht domethënë vetë e pompoi, e sodi krye të PD-s, e fryu
shkatroi klanin, le ta quajmë rival të Sokol Oldashit deri me Sokolin vet, dhe realisht domethënë pastaj filloi dhe u përplas vetë me Benjaminin e tij. Kurse tani Berisha domethënë nuk po arrin dot të gjej askënd dhe mendon që partinë ashtu siç e ka pas uzurpuar familjarisht, tani ta hipotekoj apo ta noterizoj apo quaj si të duash, ta lër trashëgimi të familjes së tij. Domethënë, deri tani Partia Demokratike është quajtur Baraz Sali Berisha. Tani e tutje do quhet Baraz Familja Berisha. Është turp morbur, kjo është skandaloze, është domethënë nuk kemi në asnjë vend demokratik, nuk kemi që fëmijët apo pasardhësit e një politikani të vazhdojnë ta ndjekin atë në krye të partisë. Tani është turp, nuk e di këta njerëz që këta ja ti numërojmë bashkë, janë apo janë 50 veta aty në mbrapa Berishës, domethënë në atë le të themi foltorën mitimun, a quhet si të duash të ti. Tani edhe këta 50 vet domethënë nuk e di çfarë lloj njerëzish janë, sepse po nisin me Berishën dhe do ta vazhdojnë me familjen e Berishën, një lloj besnikërie e verbër, një lloj besnikërie që s'ka asnjë lloj kuptimi, nuk arrin domethënë sepse shqiptarët e kanë kuptuar këtë gjë, askush nuk e ndjek me ata. Ju thoni që Berisha tashmë nuk është edhe kreativ në gënjeshtra, por vetëm pak më herët, apo pak ditë më parë, Berisha paralajmëroi dhe një marshim tek shtëpia e Ramës në Surel, një paralajmërim të cilin duket se morën seriozisht disa nga të rinjt, por le të ndjekim më saktë dhe se çfarë mesazhi kanë dhënë ata nga Sureli dhe rikthehemi sërish në studio. Nga jo ndërtesh. Sot është një mesazh nga zonjat, nga trit dhe trejat, të cilat kanë ardhur sot, të shumta në numër, për t'i dhënë këtij njeriu këtë mesazh. Në të kundërt, qendrestarët që pe në bulevard do t'i kesh në kuzhinë. Fatos, djali Fari Balliu, siç e pa me pishtar të ndezur në duar, ishte nisur për luftë me 10 ushtar, por lufta duket se ka mbaruar pa filluar, pasi prisi i tyre, Klevis Balliu, fundin e betejës me sa duket e shikon në kuzhinë. Por çfarë evolucioni është ky që përfundon në kuzhinë, Fatos, dhe çfarë mesazhi është ky për ty? Shiko, ta përfundosh luftën me Edi Ramën në kuzhinë dihet domethënë sepse nga këta lloj specish këtë gjë mund të presësh domethënë sepse atje ti shkojnë ata në kuzhinë dhe pastaj në tualet domethënë. Kaq është ajo, le të themi, kreativiteti dhe hapësira e tyre domethënë e të menduarit. Thjesht mbushje barku dhe pastaj zbrazja atje ku është vendi. Po realisht, domethënë kjo është e turpshme, dhe realisht po t'i vësh re nga shqiptarët, tani fal edhe inteligjencë artificiale, kjo është kthyer në memen më groteske, le të themi, të këtij fundviti. Po të keni parasysh domethënë ky marshimi që jemi duke transmetuar pamjet, domethënë, ky marshimi është bërë meme dhe një meme e jashtëzakonshme, duke me inteligjencë artificiale kuptohet, duke i bërë video herë me Spakun, herë me Dean, herë me Cian, herë me KGB-n, herë me kujdi una, me lloj shërbimi sekret, domethënë që mësyn në vilën e Ramës dhe për të kapur, le të themi, krye kriminelin e jashtëzakonshëm Edi Rama. Kjo është një lloj lemerie dhe një lloj alarmi që ka filluar të bjerë ky lloj alarmi dhe për të parë në çfarë derexhe ka mbërritur opozita shqiptare. Pra, një opozitë që është bërë më tepër se qesharake, është bërë për të ardhur keq, është bërë, domethënë, ka mbërritur në minimumin, ka mbërritur në fundin e saj. Është turp. Shiko, sinqerisht, jam i bindur, sikur nesër, javën tjetër, Edi Rama të shpall zgjedhje,
e sigurt që ka përfituar edhe një 10 deputet më tepër se çka. Është e sigurt fare. Pse? Sepse kjo lloj opozite nuk po prodhon as një lloj politike, as një lloj ideje, as një lloj, le të themi, të reje. Ore nuk po vazhdon as me ato të vjetrat që ka pasur më përpara. Nuk ka pasur një lloj slogani. Hiç fare, asgjë. Domethënë, është një lloj ne jemi kthyer, domethënë në vitin 91 shqiptarët u gënjuen nga Berisha se do hanin me Luk Floriri dhe do vinte Amerika do t'u sillte një çek të bardhë dhe shqiptarët me atë çekun e bardhë do bënin namin. Pra, u mashtruan. U mashtruan në 97. Po le të themi që atëre naiviteti publik ishte i të tillave për masa, ndërsa sot njerëzit nuk janë më budallënj, nuk mund të mashtrohen e të gënjehen nga Berisha, apo raca e Berishës, pra raca e politikanëve të Berishës. Megjithatë, retorika politike që nga 91-shi deri më sot duket sikur nuk ka ndryshuar fare, sepse 91-shin thot që do hani me Luk Floriri dhe sot në 2025-ën, duke hyrë 2026-a, revolucionin e bëjnë në kuzhinë. Po, fiks. Revolucionin në kuzhinë, ndërkohë, domethënë, mashtrohen njerëzit, jo mashtrohen, po ata mashtrohen vetveten, se nuk i beson kurse, po ti beson te kush do kishte shkuar nga mbrapa. Pra, realisht, le të themi që në cilin do shtet demokratik ka njerëz që janë pro-qeverisjes, ka dhe qytetarë që për arsyet e tyre janë kundër qeverisjes apo janë indiferent me qeverisjen. Dhe janë pikërisht këta njerëz, këta dy grupet e dyta, indiferentët dhe ata që janë kundër qeverisjes, të cilët i bashkohen opozitës. Dhe realisht, në qoftë se do kishim një opozitë të mirë, opozita është gjithmonë majoranca është gjithmonë duke humbur mbështetës gjatë pushtetit dhe opozita, sepse kjo është demokracia, opozita është duke i shtuar mbështetësit e vet. Po realisht ne po shikojmë që 12 vite Berisha domethënë janë bërë le themi 3 herë zgjedhje vendore dhe 4 herë zgjedhje qendrore. Në të gjitha rastet Berisha ka humbur thellë më thellë. Pra ka humbur gjithmonë poshtë më poshtë. Turp na mizoti pse e mban pengat parti. Qartë. Skandaloze. Fatos Mahmutaj, unë të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit.